Dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër, kudo që të ndodheni. Ju përshëndes duke ju uruar një ditë të mbar në të gjithë rrugtimin e saj. Zakonisht mëngjeset në studion ton janë shumë frymëzuese. Janë shumë frymëzuese sepse ato vinë me fjalën, historinë, punën, ecurinë, suksesin, pasionin e të ftuarve të mi. Sot unë kam të ftuar një zonjë që lidh dhe ngërthen bukur traditën, të shkuarën, të tashmen, fantazinë mrekullueshme të punimeve të dorës, por dhe mjeshtrinë e tyre. Me mjeshtrinë e saj ajo çdo ditë qëndis ëndra të bukura, qëndis gjëra fantastike që na bëjnë të ndjehemi mirë, na japin kënaqësi të pafundme me artin e saj të punimit. Me mua sot në studio është zonja Sabahet Dani, artizane, qëndistare. Mirëmëngjes zonja Sabahet, mirë se keni ardhur në studion tonë. Sa kënaqësi është t'ju takoj, sepse gjithmonë kur ju mendoj tek punoni gjëra të mrekullueshme, të bukura, fantastike, mendoj një shpirt kaq të ndjeshëm dhe pozitive të bukur. Faleminderit për komplimentet. Unë me thënë drejtën kur kam marrë me punu këtë punë, kam pas pasionin për me bat kënaqën klientin. Që nga durët e mia i me meti kënaqën. Aq më tepër kur më thoshin Sabahet ta lan dorë tone. Kështu që unë kam shkriton talentin tem për me meti kënaqën klienti. Është një ndjeshmëri shumë e madhe. Shumë. Ishte kënaqësi, sidomos në ata vitet para 19, kur vajzat tona deri perdet i kanë bërë me poplin sa atëherë nuk ka pas gjë. U më moshe me shkriton talentin që ato me met shumë të kënaqën. Pa ti shoh pak duart, më duket se ke shumë të arta, të bukura. Nuk t'janë deformuar për kundër janë shumë të bukura. Janë fiskulturë se kanë ditën gjergjef për mi makina dhe nuk lodhesh Sabahet. Nuk lodhem, me të thënë drejtën e kam me shumë pasion. E kam pas gjithmonë, pa edhe sa që jam pensioniste, e kam me shumë pasion. E punoj me shumë dashuri. Pasioni është zjarri i shpirtit e njerëzve. Po nuk pate pasion, nuk mundesh. Unë me thënë drejten e kam mësu vetë, kur kam kene vogël, kisha qef shifshe vajzat që ishin shumë më të mlaja se na, që atëherë në përoborët e Shkodrës punoshin, varzat me gjegjefat mlaj punoshin, thushin ata anrat e tyne për martes, edhe unë i shifshe me shumë kënaqësi si e punoshin punën kryq, si punoshin punën e mushën, si punoshin yrmen, pale ku shkoshet e daja, aja nusja dajs që punot e pajnat e vajzave. Sa atëherë ka kënë kohë tjetër, një mrekulli, aja shkrite ton talentin me punën e therën, i bata ta lule si me kënë të gjalla. Aty unë mundojshë me mësu, me pase e ban, edhe jam ka një mushëm. Si është quajtur nusja e dajës? Aja është hadije, pas njës, se ka vdek, durët e saja kanë punu shumë për vajzat shkodrane. Atëherë ka kënë merit, paja është diftu, ka qenë një ekspozit e dashurisë. Njashto. Edhe vajzat janë më me ba shumë gjanat bukra, se do të tregoshin. Ishte dita martë, dita mërkure që vishin gratë me papajen. Aja ba ata gufa, ata që të bukur, pa që mësien midis. Punën e yrme, ka kënë kohë tjetër, mu diftu paja. Me gjithatë edhe sot është kohë e bukur. Edhe sot. Ka shumë vajza që kanë qef me ba një komplet shtраtit të bukur, se ka në treg, ka sa dush, tregu, ka ashtë i mushën me plot qëmisina, me plot qarqafa, ka me mulesa tavolinet, ka plot, por kanë qef artizanate, punë doret. Në qfar materialesh punoni ju, e qfar punësh konkrete, qfar teknikash përdorni? Me të marrë kohën për 19, atëherë ka kënë puplini, faqeli, doku i beratit. Por kanë kënë pamuk, 100%, kanë kënë shumë më të mira se sot. Ne atëherë na u dukshin vetëm bas matuna, faqeli, kush e disi do t'jetë ajo është, po ka kënë 100%. Me ata i kena punu. Tashti ka dalë tjetër, puplini, atlasi,
linohi, edhe atëherë ka kanë lino, pasat ka lino shumë më të mirë, ka në gjënësi, copat janë 2.40, nuk e nevoj me qep, ashtë krejt një copet për qaqafa, për mulesa tavolinet, ka mallësinat ndryshme, sot nuk e keq me gjithë Kur e copë. merr një punë në dorë, mendon një metër ose metrazh, ndoshta 2 ose 3 metra, Po. të cilën do ta punosh, çfarë ndjen? Kur e marr atë punë herë peres në radhë parë, edhe në një kënaqësi të shti marr herë frymëzimin për me shkru, se do të shkruhet. Po do të shkruhet tonë. Duhet me nxjerr sakt. Në qosë ashtë moles tavolinet, ata qoshet, 4 qoshet duhet me kenë me lulen gjithë konjësaj. Unë i baj, i shkruj 2 fish për shamull, që me mdo lulja edhe kënaj, edhe sipër. Njësoj si marr mrapsht. Mrapsht. Si marr mrapsht, pra me kenë në vit të drejt, edhe në 4 qoshet, barabar. Jo me kenë një manelt me lujt, pra në vit drejt. I herë. Mandaj atë dashurin për punën. Një herë është projektimi, një herë jeni arkitekte. Manajna Pastaj ndërtuese. Ndërtuese. Marr gjergjefin ulem ndoshta kur e filloj i herë kam pele si pamdel. Edhe nuk qohem me orë tona, ndoshta 2 orë, 3 orë, sa ka i herë më dhe me dhe kurrizi. Për me pa se si pamdel. Atëherë eci. Se ka gjithfar që mesinash. Ka premje, ka mushje, ka yrme, ka fjet hekuna. Tona këta do të bëhen ka teknika. Për para janë bënë dorë. Kur kam kanë vajzë i kam punu të në dorë. Por gjergjefin e ke aty të makina Gjergjefi është makina, është gjergjefa postafat për... e shtrin mirë copën, e shtrin mirë, e fusë në gjergjefe të rheku se e kena punu në dorë, po këtu është në makinë. Nuk ka ata kamat që i kena vu për para, por këtu është në makinë. Pra, është dyst me makinën. Sot, sa po ke ardhur në këtë studio, jam emocionuar shumë. Më ka bërë përshtypje ky album i mrekullueshëm i qëndismave dhe i punimeve tuaja, të cilën ju a ka dhuruar vajza juaj Gentiana në një përvjetor ditëlindje. Më lejo ta lexoj paksa sepse më duk shumë interesant, shumë i veçantë, edhe është një pjesë e historisë suaj. Për ty nan. Edhe pse ma fort anojsha nga babi, ti nuk mërziteshe. E pranoje se fëmijët shkojnë mas atij që i ban qefin ma shumë. Fëmijë atëherë, kur e kuptoje sakrificën tane, si nan, mos me na mungu asgja. Netët pa gjumë, e me kryt ullun të makina, tu qëlli spajat e nuseve, e manaj me dalë në punë, e prap me punu. E pa lodhur a mam. Ti që vazhdon me majt derën qilë për gjithë kënd, e që ke zemrën e madhe, por mi tanat falenderës që më ke mësu me dasht pa hile, e me kene drejt. Për shër, nuk dita kur me kene fort si ti, se ta kësa shkruj këtë reshta, nuk o po më pushojnë lotët. Emocionuese. Është emocionuese. Urimen këtë ditë lindjesh, mbetsh e re, gjuna me u plak. Shumë e bukur. Jashtëzakonisht e bukur është një histori e shprehur me pak fjalë, por me shumë dashuri nga vajza juaj. Një është. Që do të thotë se ju keni pasur vazhdimisht një marrëdhënie të jashtëzakonshme me punën, por edhe me dashurinë e familjes. Pa tjetër, me të thanë drejten, unë kam kanë punë shtetit, edhe kam punu këtë punë. Po, unë jam rrethu për njerëzve të mrekullueshëm. Kam pas një vjehër që më ka një mu shumë. Se me kanë punë shtetit edhe me punu punën e huj, do të më të një mu dikush. A jam ka një mu në gjdo aspekt. E kam pas radiat. Për këtë zonjë. Për nana kijen, kam edhe sot mu më shkojnë datë për te. Më ka një mu shumë. Aja ka kanë vetë artizane. Aja ka dash punën. Me gjithë se ishte plak, aja ka dash punën. Ka ban pëlhura, si ka baja, nuk ka pakush. Kanë kënë familje artizane. Pra familja Dani, ose shumë e njohur nga bashorti juaj, futbollisti i mirë njohur Selami Dani. Në këtë familje të nderuara shkodrane, por me shumë ndjeshmëri për punën artizanale, apo ja?
Selami rrjedh nga një familje zejtarsh, kanë qenë shumë artizan të mrekullueshëm. Baben e ka pas lëkur punus, po lëkurat e tij që ka baj, si ka bakosh. Gomoshi i bab Selamis i Danit ka qenë në të partë në Shqipni. Ka qenë shumë lëkur punus i mirë. Interesante. Ai mandaj shpiku makinën e pullave që sot i duket çudi kuj. Një njeri me 4 klasë shkollë e shpiku vetë në atë kohë, në vitet 60, edhe ka punu në shtëpi me kocin e baktis. Pra janë pullat, pullat. Pa atëherë janë qëtë pulla Sadefit edhe pulla me koc. Janë ba i kanë përpunu kocin, e kanë stazhënu, e kanë përpunu me, unë nuk e kam rri, por ai e ka përpunu ka që bukur, edhe mandaj e kanë shqit në trek. Janë lidhë me ushtërinë, e ka leju edhe shteti, edhe i ka që për shumë për këta knishet e ushtarve. Nderim. I keni përsëri ato të ruajtur ato mandaj kur u kriju Metalikja, i ka të rëzu në shtet, edhe ka punu në shtet. Po haq puna private në vitet 65-66, edhe me ata makineri, aja është në Metalike, i ka dërzu në shtet edhe ka punu atë. Pra familja e burrit tuaj, zotit Selami, është një familje zejtar. Ndaj ju gjetët një shtrat të mrekullueshëm për të punu. Ndërkohë që ju më herët keni patur familjen tuaj që ju ka mbështetur në këtë pasion, apo? Po, edhe me nga baba, unë kisha gjyshen. Aja ishte udhërrëfysja jeme. Aja dote nga që unë isha vajzë vetme edhe kishte qefë, si atëherë gjyshet që kanë menu edhe nanët për pajën e vajzave. Ka qenë pa tjetër. Ka qenë prioritet, edhe nuk janë gjimë gjanët me zërë, delte vite me 2 metër faqel, të mësojnë kja vajzë me qëllni, se rritet me shpejt. Aty mamajna kam fillu me punu, që është shumë e vogël. Për shembull, sa vjeçe? Me të thonë, do të duket që sharake sot, që një fëmijë 10 vjeç me fillu me qëllis, me mësu me qëllis, punën kryq, thash, në për oborret Shkodran, janë pa vajzat të punu, edhe aty shifshe se si punojshin ata, atëherë në shkoshe, e bashe vetë, e punojshe vetë në shpi, sa me mësu dore. Pajën tënde e ke qëndisur vetë? Tanë vetë e kam qëndis, atëherë ka kënë puna kryq, ka kënë puna yrme, ka kënë puna mushje, ka kënë puna rokoko që sot nuk njifen, puna hije, puna zingjir, këta punë sot merit nuk punohen ma. Ndorë nuk punohen, unë punohen makin, baj yrmen, baj mushjen, baj prerjet, baj aplikacionin. Unë kam përpara këtë album të mrekullueshëm tuaj. Nuk e di nëse kamera jone e Facebookut mund të tregoj diçka, por unë jam e mahnitur nga punimet tuaja. Natyrisht duke qenë shkodrane, besoj se i njoh disa prej teknikave, por mjeshtrim e keni të mrekullueshme. Janë qëndizma në veshje. Po, gjaketa. Me punë të mbushura, me materiale të mëndafshta, me materiale poplin. Unë shoh këtu një komplet çarçafësh me aplikacion. Shoh një dhurat, duket se duhet jetë një dhurat për ty, e do të një vajzë me jaqu tezës vetë në Amerikë. Edhe qa mi qu ma bukur, një dorë të futur në kornis, edhe një karefil të mrekullueshëm. Me dorën e saj. Dhe me thonë me dorën e saj. Ka dalë ky karefil si të jeti gjallë. Ju e keni me aplikacion? Ja, me mushje. Me mbushje. Fantastike. Me mushje. Po thuaj se me të duke pa besueshme se e ka ba dora e njeriu. Ashtu. Ndërkohë vijojmë me të tjera punime që janë... Kë është një moles tavolinet, është 3 metrë e gjatë. Me 1,80 është krejt e punume, i thojmë na me punë premje. Me punë premje. Kjo është fantastike, po ta shohësh nga afër, të duket e pa imagjinueshme se si është punu, se sa natyrshëm vinë copa, premjet, vrimat e ndryshme që ka në punim e të gjitha. Janë simetrike, shkruhen
me kalk, se kështu Me kalk, me letër me kalk. letër kalk, me kopjativ edhe i shkruaj në mënyrë të barabartë tona që mas me mdal me dreva, po me mdal drejt çdo gjë perfekt. Po. Ndërkohë që përsëri këmisha me qindisma, postane, komplete mbulesa, jesek, mbulesa, Kjo është me një komplet margarita të mrekullueshme. pajet që atëherë janë çu me buza i organat e me teshi. Po- Kja një moles tavolinet fantastike me pa të përfundume është një mrekulli në vedi. Po, kjo është aplikacionet për bebe, shëndisma, me ngjyra, me Qentro. Kjo është Gentiana, vajza juaj, e Po, cila ka veshur fostan një fostan qëndisur. të qëndisur për jush. Dhe punimet vazhdojnë, janë të pafundme. Teknikat që ju përdorni më së shumti janë mushje, prerja që quhet kja, yrme, fijet hekuna që bëhen azhuret, dikur janë bëhen dorë azhuret se ti kujtan, sa ti baja dhe në makina ta. Kërkohen, janë shumë të bukra, edhe punohen tona. Zëse bëhet ju kur punoni këto, natyrisht keni një marrëdhënie me ata që ju kërkojnë këto punime dhe dashur pa dashur ju merrni pjesë edhe në gëzimet e tyre. Pa tjetër. Unë pash një dorë aty që dhuron një karajfil, por kjo të lidhe edhe si grua, si nën, si artizane, si artiste me... Pa tjetër, kur një vajzë martohet ose një dhurat qohet, kush ta ka punu? Filania. Unë një kënaqësi se vjen Merita, edhe e bjen të ja kam pa filanes, edhe kështu që ma ban edhe mu si aja kënaqësia ma madhe për mu, që puna jeme vlerësohet. Kjo është një mrekulli. Edhe me të thonë drejten, një kënaqësi se shumë vajza janë martu prej dorës teme. Kam 45 vjetë që punaj. 25 vite. Që punaj pa nërprej 45 vite. Edhe kur vi nanat sot e thojnë ke qëllis mu, sot du me qëllis për vajzën teme, më shumë kënaqësi. Hala thojnë sabahet i kam ata qëllësinat tuja, se sidomos jestek merit edhe qaqafat e pajs janë rujt gjithmonë. Për një rast, për diçka. Ata janë të veçanta, nuk janë të përditshme. Por sot ka prap që ban një komplet të atil veçant për natën e martes. Aja gjë e ma bukur. Se kur punohet bukur, dhe më thonë, jo se pa thëmë për vetin, po kushta që e punan. Kur e filloni punën, çfarë ore? Me të thonë të drejten... Nuk keni drejtor Mikol, është thjesht dëshira, pasioni ju. Unë para dite nuk merrem me punën e dorë, se shtëpia ka punë, jam me bë pazar, ja kam nanën në mosh, shka e shaf pak nanën, si na gratë që për shumë dite më. Faleminderit, por mas dite edhe darkave vonë, unë punaj. Kam punu gjithmonë, unë kam punu në të shë, edhe kam pas punën me 2 turne. Kam marrë ndoshta 19, kam kënë arkatare në bashkim, edhe në orën 10 sa hashe buk, bashe një punë vjerrat. Prap pa tham, nuk më ka lanë. Nuk më ka lanë me ba një punë kështu. Unë i punë e minja i kam ba, por gjatë të javës, a jam i ba të kryesorit, ja ushqimin, jam rato të fmit, edhe u më mote me mba shumë gjana, më prejtë edhe kollat. Kollat pa ishte një nime madhe. Kollat kur e përfonoshe qaqafin, sa atëherë është ba krejt me kolla, aja tanë kollat në 10 metër, kishte një qaqaf, i prite. Pa aja ishte nime. Unë 10 darks, ullshe në makin, punoshe deri 1, deri 2, pra ndaj thot Gentian aty. E kur më shifte mu aja, të i punu deri vonë, edhe u qoshe ndje heret me dalë në punë, ato ishte sakrificë, por pas janë, nuk mund të mena. Ju kam bajtur gjallë këtë pasion edhe... E më i vedin shumë mirë, për moshën që kam e më i vedin shumë mirë, edhe shumë kush më thëtë halati punan, po sot kem shnajden. Sa mirë. Ky pasion ju mban gjallë. Po ju jeni shumë aktive. Jam shumë aktive, mundohem me e majt vedin, por inshallah dënë zoti me në lanë. Kjo dashuri e madhe për punën e për njerëzit, sepse është një punë që të lidh me njerëzit sa vetë.
Me të thënë drejten, moshta unë I kam harru, kur dal në rrugë, më përshëndesin shumë veta, ose sabahet aman mend që tim ki ba kompletin për bebe, sa atëherë merit nuk ka gjimë, janë ba kompletet e karrocave, kompletet e shtratit fëmijëve, janë ba këta molesat e shtratit, molesa, portobebeja. Ka, për shembull e pave aty, një e ka shumë që sot mi kërkojnë për jashtë. Me shumë punë doret nga Shqipnia, punë doret Mirfield. Ja kam ba njenes për në Gjermani. Që ka, atje Gjermania ka, ose Amerika ka, sa dush, edhe gjinën, po e dojnë bio nga Shqipëria dhe bio punë doret. Punë doret. Bio punë doret. Kam ba për Amerikë, kam ba për Belgjikë, kam ba për gjithko. Kam ba për gjithko, sidomos molesa tavolinet të mëdhaja që janë shumë të mëdhaja, super të mëdhaja. Sepse janë të mëdhaja, janë ka dhe 4 metër. Ka dhe 4 metër molesë. Kërkon shumë kërkojnë. Më shkan 1 muaj punë. 1 muaj? 1 muaj punë. Çfarë pasioni dhe dashurie? Ashtë pasion. Por dhe knajsi. Dhe knajsi, kur thët e tjeri t'lumshin durt, edhe kur të shef mas disa kosh halafet e kam atë punën tome, unë knaqem me të thënë drejten. Fakja është punë e pavdekshme. Është punë e pavdekshme. Është punë e pavdekshme. Unë kam një estek të vjerës teme, para 80 vjetëve që jam martuat, edhe atëhera puna me makinë prej vajzave shkodrane, unë hala e ruja atje estek. Është me verima kështu. Pra, qëllësia metet. Ama nëj kur zdan me rujta pun tjetër, por... Po, më bën përshtypje se qëndizma tuaja janë edhe qendro, mlesa, por janë edhe në veshje. Edhe në veshje. Kjo është interesante, sepse shumë veshje tashmë po I drejtohen punës së dorës dhe punës artistike. Sot kam shumë punë me veshje. Me veshje. Edhe fam. Kur marrë me punu, I tham klientes, qoje ma parë të roba qepsja. Ta vizojnë për parsen, ma nej, ma se pre, po bjere ta që njësi unë. Atëherë, ja po nej, si e danaja, atëherë që në të roba qepsja. I tash së fundet kam kry një fostan, I ka dalë një mrekulli, ma prunën me katalog, edhe ja kam zerë ma bukur. Ma bukur se katalog. Ishte me mëndafsh apo me moline? Ishte e punum me moline. Mu vjera jeme, prap pashkaj atje, mu me ka hap molinin se ka 8 fije dhe mi ka hap vetaja, edhe mi silten me shtinis, edhe mi silten bobin. Ata e detyrova me e ba vetështi, se u do të me ja dzerë një ashto. Ka sot pejna që ka gjithfarit, ka pejna nga matë nërshmit. Si është ajo cilësia? Sepse një herë një kohë kanë qenë molinenat që prapë sot ekzistojnë, kines kanë kënë shumë të mirë, edhe sot ekzistojnë. Por na kena punu me pe makinet, se molineni ka da shumë punë. Atëhera ka pas pen, po sot ka pejna nga matë nërshmet, ka mashnat të nërshme, ka molinena, ka pejna me ngjyra, që atëherë nuk kanë kënë, sot është puna ma kollajt, atëherë ka kënë ma e vështirë, me thonë drejten, për penin. Për copen, atëherë ka kënë ma cilësore, por sot ka bollek, ka gjithë farë coposh, por nuk është në cilësin e duhun, se janë përzime normal, nuk janë pamuk 100%. Nuk janë pamuk 100%. Janë, ka, mund të ashtu, por është shumë I shtrenjtë, pamuku I Mirfield. Ndërkohë, në një intervistë që unë kam bërë me zonjën Dhurata Shiroka, ju ka përmendur me shumë respekt për bashkëpunimin që ju keni për realizimin e qëndismave në veshjet kombëtare. Po. Unë me Dhuratën punoj, ka disa vjetë, ajo bën kostumet ndryshme, si të shkodranet, si të veshjet e malësisë madhe. Si të në llojet e veshjeve. Mirë po... Respekt për duart respekt për Dhuratën. Dhurata punën gjithë farë veshjesh, unë punoj shqiponjat të Dhurata, për veshjet kombëtare të malësisë madhe, ose xhobletat që janë. Nuk është xhobleta Mirfield si ka kënë, por sot është modifiku, edhe dojnë me shqipoj. Sidomos, ma jashtë kërkohet me shqipoj. Kurse veshja kombëtare që sot unë jam të punu për një gru 900, që ato e kanë ma
me shumë e ruajnë traditën se sa në Shkodër. Shkodër e kena pas shumë më të bukur veshjen kombëtare të Shkodrës, por punohet, nuk është se s'punohet, por nuk ka trega, nuk e hala nuk ka rrit me hi tamam në familjet shkodrane veshja dikurshme. Shkodra ka pas veshjen kombëtare shumë të bukur. Sot aja qevrja që është e veshjes kombëtare punohet me art të bardh edhe me art verë, si ta dojnë. Unë jam të ja punu asaj me xhamadan, jam të ja punu xhamadanin, qevrën edhe këmishen. Mbi çfarë? Aja ka pru atlasin, e punoj me art verë, jake, edhe përparsen, edhe shpinën, xhamadani. Mana i këmisha ka këtë mangën shumë të bukur të punume, tanë me sermi, thojmë na, është peni në gjyrë serm. E punon me serm. Është e vështirë ta punosh? Tanë bira, është copë shumë e hollë, edhe por unë e punoj. Nuk lodhen syt? Jam mirë, deri tash jam mirë me sy, por jam mirë me sy, nuk lodhem, e kam me shumë pasient. Edhe kur deleja veshje të shi, unë shkrihem. Se i kujtoj ata nana tona me veshje kombëtare fantastike, që kur ishim fmi, i shifshim se sa të bukra duke nuset me ata veshje kombëtare. Ka qenë tradit. Tradit e bukur. A i hila leku, me 7 mama, sa i bukur ka kënë me Napoleonat Mirëvillt, ose me Mahmudije, si mas familjeve, ka kënë i kanë ata kohë, por realizimi i këtyre motiveve mbetet shumë interesante. Shumë interesant është, pa është puna me ushit, se këta shoqja dhuracje bënduhet për me shit. Unë e baj për shembull një komplet po dhurac se sa arrihet më ushit. Natyrisht. Pra hala nuk ka hi në popull për me pas një veshje kombëtare. Janë të rrallë që e dojnë, ata që e dojnë. Kam përshtypjen se tek fëmijët është shumë ma afër veshje se sa... Pesh kanë fillu nërdas, ma të Shkodran kanë fillu me vesh fëmit. Edhe ju duket diçka mirë, po ty pa fëmis, sa i bukur është kompleti i veshjes shkodrane, kostumi kombëtar, megjithëse ai nuk është i realizum si ka kënë, më mohen mas. Sepse me ato realizime janë... Aty vajzat kanë shkri talentin e tyne me rritë. Vajzat kanë shkri talentin, kanë fillu qysh më ushtri për atë ditë, me menu për ditën e martesës. Çfarë ëndra është bukura? Çfarë motive jetësore të mrekullueshme? Kena pas ëndra, edhe une, se kam pas ëndra për me ba një pajtë bukur. Edhe unë monosh me zi. Keni diçka nga paja juaj me gjithë që kanë kaluar vite? I kam rujt. Si u duken tani që i ballë Kur i shaf janë shumë bërë, sa është punë dore, e kam rujt, një pal i stek me punë kryq, një pal i stek me punë katonari, kanë thonë ka kena e puna mushje tana me numërim fijesh. Është një mrekulli. Po mirë, me që jemi këtu të teknikat e shumta të punimeve, a mund të më numëroni të paktën edhe me një lloj enumeracioni llojet e teknikave të punëve? Për shembull, punë kryq. Puna hije që ka një gjanë e mrekullueshme. Aty janë kombinu ngjyrat. E ke pas dranafilin, është bën me kuq, për shembull, me vishnje, ka ardhur me krejt si me kanë si e pave aty ti. Krejt si dranafil i gjallë. Aja batan me dorë. Tjetër. Puna e ferën, prap ka kanë një mbushje tjetër. Puna katonare, kena thonë natë. Puna katonare për shembull ka kanë vit drejt, a mush për shembull me 10 fije. Krejt ka shku to mush, ma me ki shku manelt, e ki ba lullen vetëm me mushje, po me numrim. Ose puna ferën ka ken me ferë, por me shku në vit të zhdrejt, kështu, që me dole. Puna zingjir, puna rokoko, që është sjell peni disa jetë. Puna shkop, që jam mësu fill, e nga ka mësu Zyrë Sajinja, nana jote, kur unë e kam pas në kopsh, në vitë të rejtë. Punë e fjesh, aty nga kanë mësu. Edhe mësusja jam e klas parë, kishim orën e punës dorës, na mësushin si me qep pullin, si me bo punën shkop. Edhe aja ka kanë shumë e bukur, sot nuk i bajnë. Sa keqe nuk mësohet celulari për para këtyre gjërave që janë edhe të nevojshme, duhet të dish diçka qoftë edhe elementare. Vazhdoj me punët.
këto fijet e hekuna, puna yrme herë që... Yrme, Yrme që ka është kenë, shumë e vështirë. Me shumë, 4 herë një vrimet të dasht mi shku. Që unë sa të baj, e kam mësu prej nusës dajs. Aja me ka numru ato me numru fije. 4, për shembull me 4. Edhe 4 herë duke për me tërhek penin edhe me dal aja vrima a vogël. Edhe del si një rrezë kreta në mes Aja të ka kenë. copës. Mama i ka kenë edhe yrme me fijet hekuna. Aty në mes, për shembull ke bën një lule, edhe ke bën mesin, i ke hek tona fijet me numrim. Si ke hekje stekve, aty 4 me 4, 5 me 5, edhe këtë e ke dash me punu, edhe a mush ma me. Tani është edhe kjo me premje. Këtë me premje. Të shumë këta yrmen e baj, mushjen e baj, premjen e baj, Edhe i bërë gjitha paralel. tana paralel. Harrume punën koll, punën Puna kështu. koll edhe puna fiston. Fiston. Fiston a quj, Azhuret. azhuret që unë sa t'i Sa baj, teknikat mrekullueshme. ata janë teknika që po vdesin. Po mirë, sa bëhet, Nuk, ka artizane të reja që interesohen për... Pa, merit ka pas, sidomos 97 ka ka një bom artizanesh. Vishin vajzat e reja me mësu me qëmis edhe kam pas shumë punë. Deri para 3 vjetë unë kam mësu edhe në zonëse. Por ata ishin nga fshati më shumë, që doshin me e mësu këtë zanat. Edhe e kanë mësu shumë mirë. Por, sikur ka fillu mu zbe. Nuk janë shumë që me dasht me punu punën e dorës. Nuk ka prurje. Edhe më vjen keq se unë Në të mund gjithë të ne edhe botën. nej vit, po ka edhe nej shoqet Në mija. të gjithë botën, puna Puna e dorës dorës vlerësohet vlerësohet. në mënyrë të Pa, veçantë. ashtu ashtu. Edhe kjo është në radhë të parë pasion, e pastaj vinë të gjitha të tjerat. Njashtu Kur e ashtu. ushqen me pasion, mund të marrësh frute të bukura. dhe të Njashtu mira. ashtu, njashtu ashtu. Pasion për punën. Vajzat tuaja kanë pasion për punën e Gentiana e kam su. E përshëndesim atë Gentianën e mrekullueshme. Gentiana ka mësu, një mote shumë me ba kollat edhe aja, kishe volum punës sidomos, pa thëmë mas viteve 90, deri 96, 97, volumi punës jem ka ken i pa krahasushëm. Atëherë, mësaj Gentiana, unë për shamë më bashkë që ndihmonte nga i a jam qik. vate kollën, po ishte punë e letë për mu, me mletsu. mletsu punën, vjerra i prite. Punoshin 3 vjeta për e herë. Kaq punë kam pas. Në fakt, unë këtu shikoj diçka shumë interesante që është shumë e rëndësishme për jetën. Mjeshtri, pasion, bashkëpunim dhe harmoni. Ndoshta kjo është ajo që e bashkon atë ecurin tënde të mrekullueshme. Pa, jashtë ashtë. Sepse je mirë kuptuar, je vlerësuar, je nxitur. Kam rënë një familje të mrekullueshme. Kam Po rënë një je familje vetë të tillë, mrekullueshme. prandaj këto janë balanca që jeta i vendos. E kam në bë së miri. baraz me nonën. Ndoshta duket hipokrizi, por vjerën tema unë e kam bë baraz me nonën. Zoja të nderuame. Ka një zoj e mrekullueshme. E do të punën vetë, më thote mu, hajti puna se unë e bëj këtë. Ose se kja është edhe qesherake, vishin motrat e selamis me naj, edhe thote, hajt hyp në makinti, se I rehatoj unë ta. Po ti mlen me i thoshe se edhe unë dëmëna, puna ti se duhet me e kry, e kej me e dërzu, ka kënë shumë gru e mrekullueshme. Mirë kuptim. Për ndryshe, Jam një shumë e vlerësume në të shpi. për ndryshe nuk do të kishte qenë kjo ecurie mrekullueshme që ju keni patur. Në fakt, duket sikur ritmi i jetës pulson çdo ditë tek ti me një ide, me një punë të re, me një pasion për të realizuar. Apo jo? Po. Kam pasion në shaf, për shkak du me e baj. E marrë përsipër, a mund është sa bëhet me e bë një këtë punë, pasi edhe i përkushtohem kaq shumë, sa që kur vjen klienti edhe shef, ma nitet unë një knajsi. Knajsi, ulem pa pritesë të makinë. Në fakt, çfarë pune përveç atij kostumit që të zonjës nga Ulqini, që ju po realizoni A e përshëndes Rabien, se avaja është artizane atje në Ulqin, edhe kam edhe një paj vajzet. Paj. Po interesante sepse sot e gjejmë pak më të rrallë këtë punën e përgatitjes së pajës. Ekziston ajo mundësia, a ke lek
del në treg për një gjysmëdite e kryen atë punë, gjë që në fakt nuk e plotson. Kjo zoj që ka pru për vajzën, është paja e tre që i bëj për vajzat e saja. Ja kam bë vajzë madhe, ka martu edhe të dytën, të shka të tretën, edhe i ka pëlqy shumë puna jeme, kështu që aja ma mirë mi ba pak edhe sak, thojna. Çfarë keni përfshirë në të paj, për shembull? Ajo ka pru me ba komplet qarqafat e shtratit, të ndryshme. Nuk janë tana me qëllësi, janë me aplikacione, janë me kombinime. Harruam të përmendim edhe teknikën e aplikacionit që vendoset copa mbi copën. Shkruhet, puntohet, edhe ajo ka punën e vetë, ka shumë teknik, punohet, mandaj pritet. Kjo zoj ka pru, si thash, ka pru me ba pajën e tret vajzë. Me tane, me mulesa tavolinet, një ka të bukur të madhe, tjerat i ka mulesa buket. Kam pa këtë albumi fantastik, jam mrekullu. Kështu që aja është shumë e kënaqur nga dora jeme. E sa, por për momentin i ta kam. Në fillim të bisedës, unë ju pash duart. I keni shumë të bukura. Faleminderit. Ajo shprehja të praroshin, do të thotë të bëshin të arta gjithmonë dhe ju keni duart të arta. Falenderoj shumë Sabahet. Shumë faleminderit që më ke ftuar. Këtë mëngjes Shkodran na e zbukurove me mjeshtrin e pasionit tënd. Në ratë të parë, një pasion, një pozitivitet, një harmoni, një dashuri e madhe për njerëzit, për punën, për familjen tënde, respekt gjithashtu. Unë të përshëndes me zemër si një përfaqësuese e denjë e gruas shkodrane. Qofshë nderuar, të praroshin ata duar dhe qofshë nderuar gjithmonë. Faleminderit shumë që ishi sot në Mirëmëngjes Shkodër. Na solle një informacion, një freski, një dashuri, një mrekulli të pafund të pasionit dhe shpirtit shkodran. Faleminderit. Edhe herë faleminderit, respekt për ju.